أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, pa ndonjë parahyrje do të vazhdojmë në ciklin të cilin e filluam dje me lejen e Zotit te bareke ve teala, dhe është tema për të cilën tham se është ajka e Kur'anit, më e mira e Kur'anit, më e mira e jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo është morali i tij alayhi salatu wassalam. Me fjalë të tjera, në gjuhën e arabëve dhe në gjuhën e Kur'anit, fjala moral ka për qëllim kallëpin e mbrëmshëm të njeriu. Pra njeriu i ka dy syrete, dy fotografi. Fotografia e jashtme, të cilën ne kemi fytyra, dora, këmbët, këtë kjo lëkurat se është e jonja, dhe është një e mbrëmshme. Ajo e mbrëmshmja ka disa emra, herë quhet shpirt, herë quhet nefs, herë quhet domethënë moral tek arabët. Pra këtë kjo tërësia e mbrëmshme është ajo për të cilën ne dëshirojmë të flasim me lejen Allahu te bareke ve teala. Para se të him në temë, pra të him në detalet e moralit pejgamberit alayhi salatu wassalam, sot do të mundohemi që të flasim rreth rëndësisë së anëve të cilat ne duhet ta ndjekim pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra më shkurt, në cilat anë na mund ta ndjekim pejgamberin alayhi salatu wassalam? Për cilat arsye? Nga se pejgamberi jon alayhi salatu wassalam dallon për nga njerëzit me pejgamberi. Pra në pika të cilat është ai pejgamber nuk ndiqet aty. Ç'a i bie kjo? Kjo i bie se janë disa fusha, janë disa vepra të cilat i ban pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai nuk mundet mund ndjek në to. Pse nuk mundet mund ndjek? Se është ati i zgjedhur. Ati e ka zgjedhur Allahu xhallahu dhe për to është pejgamber. E cilat janë pjesët të cilat ne duhet ta ndjekim, do ta shohim me lejen Allahu te bareke ve teala. Fillimisht ta prezantojmë se cilat kategori dëshirojmë ne t'i shohim në raport me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ato kategori. Kategoria e parë që dëshirojmë të flasim për to është kategoria e grave të tij alayhi salatu wassalam. Pra si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me gratë e tij. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me fëmijët e tij, me evlatët e tij. Si sillej me nipat e tij, nga se kishte nipa pejgamberi alayhi salatu wassalam. Si sillej me akrabat. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam vjen nga një fis shumë i madh i arabëve dhe më i lartë i arabëve, është fisi Quraysh, fisi Quraysh. E si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me kusherit dhe akrabat e tina. Si sillej alayhi salatu wassalam me fshinjtë e tij, me komshit e tij. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë familjar, ka pas shtëpi, ka pas komshi e kështu me radhë. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me mysafirët e tij. Kur i vinte dikush ngosti, edhe apo shkonte ai mysafir, si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam në këto raste. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me dostat e tij, me shokët e tij. Dhe kishte prej tyre se i ka dosta në kuptimin e përgjithshëm, edhe kishte dosta të veçantë si Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu e të tjerë nga shokët e tij radhiyallahu anhum wa ardhahum. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me hyjmeqarët, me shërbëtorët. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka pas shërbëtor, xhamia e tij ka pas shërbëtor, qyteti i tij ka pas shërbëtor. Si sillej me këta njerëz pejgamberi alayhi salatu wassalam? Gjithashtu do ta shohim me lejen Allahu te bareke ve teala si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me njerëzit të cilët kishin domodin aftësi të kufizuara. Si sillej me njerëz me tmeta, të cilët nuk kishin të plot në mendje, apo nuk kishin të plot në trup, apo i mungon edhe një shqis. Sigur për shembull ti mungon të syri, apo të ishte për shembull pak nga ata të cilët nuk i gëzojnë këtë të mirat e Zotit te bareke ve teala. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me njerëz të cilët goditeshin bela, i sprovonte Allahu xhelel xhelalu me vdekje, apo me luftë, apo me fukarallok,
apo me smundje, si i trajtonte pejgamberi këta njerëz alayhi salatu wassalam. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me fuqarat. Pra ne dëshirojmë që të përmendim çdo pikë të shoqërisë tonë, se njëri prej neve është çiki, o është dost, o kraba, o është gruaje, o familje, o është bashkëshort, o është nip, o është domethënë mysafir. Këtë këto janë pjesë tona të shoqërisë. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me zenginat, me njerëz të pasur, se të kishin pasuri, kishte trajtim pejgamberi alayhi salatu wassalam. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me njerëz autoritativ, kishte në shoqërinë e vet, jo këtë ishin me një klasë, kish njerëz që kishin autoritet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i trajtonte veçantë këta njerëz. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me xhenit e sahabëve. Kishte njerëz të cilët ishin xheni. Çfarë do të thonë xheni? Shumë të aftë, shumë të shquar. Do kishin aftësi për të normale së njerëzve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam u kushtonte rëndësi të veçantë. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me ata njerëz që ishin hasmi. Dy njerëz kanë hin hasmi, edhe kishin problem mes veti. Si trajtonte pejgamberi alayhi salatu wassalam? A përdonte një standard apo përdorte më shumë se një standard? Do ta shohim drejtsinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me muslimanë të ri? Kishte muslimanë që djeka në islam. Kishte trajtim të veçantë ky njeri. Dhe kishte trajtim të veçantë apo tjetër trajtim në njëri që i kishte bë 10 vjet në islam, i cili kishte bë shumë vite në islam. I dallonte pejgamberi alayhi salatu wassalam në njëri i cili ka bë 20 vjet në islam. Nuk arsyetohet në disa punë i cili arsyetohet ai i cili i ka një ditë apo 2 ditë apo 1 vjet në islam. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me njerëz të cilët vinin me pyet, vinin me mor fetva të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me nomad. Kush janë nomad? Nomad janë ata që jetojnë në shkretin, s'kan kulturë, nuk kanë civilizim. Ai nuk njeh pos shkretinën, devën, kalin, kur gjë tjetër. Si sillej me këta njerëz? Por nga tabiati këta njerëz kanë qenë më agresiv që kanë ekzistuar në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si i trajtonte këta? Dhe për këta ka zbritur Allahu xhelalu ajete në Kur'an. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me gjunahçart? Me ata që binin gjunahe, gjunahet mëdha, si zinaja, si hajdutnia, si rakia. Si i trajtonte pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe si u jepte zgjidhje të kalimit të këtyre gjunaheve. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me një kategori shumë të vështirë. Dhe ajo është kategoria e munafikave. Derisa kanë thënë disa dietar, gati këtë Kur'ani është në mjekimin e munafikave. Nëse munafiki është trajtim domosdoshmë më i veçantë që ekziston. E përmendëm, munafiku është njëri i cili ju thot muslimanëve unë jam musliman, ai nuk ka musliman, realisht. Pra kallopi i brendshëm i tij nuk ka me neve. Por ai thot se jam me juve. Kjo është kategori e vështirë mu trajtue, sepse ti ka mundësia të jep shumë alamete apo njerëz të zgjuar, siç ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam, e dinte se çiki nuk ka musliman. Ana një ditë për ditëve frinin një erë e keq, erë e ran. Tha alayhi salatu wasalam, çe kjo erë ka ardhur me ja mor shpirtin në munafikit. Kjo është argumenton se ishte një kategori shumë e rëndë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wasalam me gratë, jo gratë e veta, me gratë e tjera, me sahabeshat, me ato gratë që ishin gratë sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si sillej alayhi salatu wasalam me pleqt, me kategorinë e shtyrë rmosh. Kishte trajtim shumë të veçantë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Jo vetëm me pleqt e muslimanëve, por edhe me pleqt e jo muslimanëve. Që do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wasalam me fëmijët, me të vegjël, sot nuk janë të moshës as rinis, as të moshume, po janë të vegjël. Domthonë ajo që quajmë ne fëmijë. Si sillej pejgamberi alayhi salatu wasalam me botën e krijesave që ne nuk i shohim. Cilat janë ato? Janë e xhinët. Është një botë e cila quhet bota e xhineve. Ato ekzistojnë, ato janë në këtë tokë ku jena na. Si sillej me to pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe si sillej alayhi salatu wassalam me kafshët, me hayvanin. Nëse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka pas trajtim të veçantë ndaj hayvanëve. Gjasë Allahu xhallahu ka thënë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne të kemi dërguar ty pas me një detyrë. Mukhani mëshirshëm me krejt. Ktu me krejt që ka ardhur kët botën. Allahu pejgamberi alayhi salatu wassalam
kishte trajtim të veçantë me kafshë, do ta shohim. Në ditë për ditë pejgamberi alayhis salam kalin e vet e limon, e përgdhel, derisa thot jam çortu për këtë punë. Në kuptimin se kishte dashni ndaj kuajve të cilat i zotonte pejgamberi alayhis salatu wassalam. Këto janë pra harta e njerëzve të cilat ne dëshirojmë që të flasim për këta trajtime. Pra si i trajtonte këta Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe si ishte morali i tij në atë çka e thamë në ligjëratën e kaluar, se moral çfarë është? Rregullat dhe ligjet me të cilat një palë ndërton raport me palën tjetër. E tani neve nuk na intereson në këtë raport pos Muhamedi alayhis salatu wassalam me këta kategori. Në këto kategori neve na intereson morali i këtij, jo i këtynve. Pra neve nuk na interesojnë këta njerëz, nuk na interesojnë në kuptimin jo që ata nuk janë të rëndësishëm, po neve na intereson morali Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është harta e njerëzve që do të flasim për ta me lein Allahu te bareke ve teala. Pastaj pika e dytë që duhet ta kemi parasysh është se nuk ekziston njeri në botë, të nderuar xhamatli, më i përsosur se Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj nuk ka një njeri që ti mund ta ndjekësh me siguri të plot se nuk çon helak, nuk çon keq, nuk çon gabim si Muhamedi alayhi salatu wassalam. Edhe baba jot, edhe nana jote, edhe më dashurit e tu, edhe mësuesi jot, edhe ai çka të ka rrit, edhe jetimi në karshia ati çka e ka rrit, nuk mundet me gjetë prehjen më të madhe se sa te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Madje ai duke qenë i vdekur alayhi salatu wassalam. Dhe për këtë kanë ardhur shumë prej argumenteve kuranore. Thot Allahu xhelle xhelaluhu në surën Al-Ahzab ajetin 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Thot Allahu te bareke ve teala, ju o ju njerëz, te i dërguari i Allahut, shikoni këtë epitet, i dërguari i Allahut. S'ka që tu të dërguam të Allahut kurkush. Asnjëri për neve nuk është i dërguar i Allahut. Asnjëri për neve nuk është i zgjedhur i Allahut. Krejt jemi njerëz. Pastaj kemi raport bab, nan, evlad, daj, aq, hall, mirë po. Cili për neve është i dërguar i Allahut? Cili për neve na mund ta shpallmi sot pi 7 miliardë 800 milion njerëzve, që ki njeri kur zgabon? Shiko, ka njerëz të, domethënë, me tmeta, të cilët e shpallin veten pa fajshëm, e shpallin veten pa gabushëm. Mirë po ajo është e metë për ta. Dhe shikoni këtë merit të madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me nitin e njeri tu thon, unë zgaboj kur. Kimi thon shuj se mos nije dikush tjetër. Nëse ai insiston kimi llogarit me tmeta. Shiko, çdo njeri në botë, çka thotë unë jam i pagabushëm, llogaritet me tmeta. Instikte ka bëu Allahu te na. Mirë, kur themi na pejgamberi alayhi salatu wasalam, s'ka pas gabime. E ka rujt Allahu pi gjunave. O kon i pat meta në raport. Ti thu, po, kjo është e vërtetë. Dhe këta e kanë dëshmuar nëse na mundson Allahu xhelalu ala, nëse na jet kohë në fund Ramazanit, me lein Allahu te bareke ve teala, do të shohim kët moral të lartë si e kanë dëshmuar jo musliman. Çka kanë thonë jo musliman për moralin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Thot Allahu xhelalu ala në të dërguarin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ju e keni irnekin më të mirë që ekziston në botë. Irnekin më të mirë që ekziston në botë. Mirë po, ky irnek s'ka takat me ndjek si cili. Se nuk është irnek i muzikës, nuk është irnek i pallavrave, nuk është irnek i rrugës, është irnek që të çon në xhenet Allahu xhelalu xhelalu. Çka tha Allahu xhelalu ala? Mirë po, ky irnek nuk funksionon për ata i cili nuk e shpreson Allahun. Në njëri nuk mundet me shku mas Muhamedit alayhi salatu wasalam, mirë po do me knat shejtanin, s'ka mundsi. Do në rrugë minjëherë do në rrugë. Nuk mundet me ndjek njëri Muhamedit alayhi salatu wasalam, do me shku pas çefet vetave, s'ka mundsi. Thot Allahu xhelalu ala, ky është irnek për ata i cili e do Allahun. Edhe e shpreson ditën e ahiretit. E shpreson ditën e ahiretit. Andaj kanë thënë dietarët, më mend, prej vështirësisë së ndjekjes Muhamedit alayhi salatu wasalam është llogaria dhe përgjithësia. Prej vështirësisë. Pra, kjo temë është shumë serioze. Ne do të mundojmë me lein Allahu te bareke ve teala me ndriçuar sa të kemi mundësi dhe me reflektu. Po kjo është temë shumë serioze. Nëse thot dikush, me cilin trajtim dalloi pejgamberi alayhi salatu wasalam në ndjekje, çfarë themi? Wal yawmal akhir. Pejgamberi alayhi salatu wasalam
krejt njerëz i ka drejtu me një pajisje. Ta quajmë kështu kushtimisht. Apo, për shembull, sot shumë gjëra ndrejqen me një pajisje. E ki një pajisje, i ndrejnë shumë gjëra. Me një laps i shumë 10 libra. Me një laps i shumë 10 libra. Apo, mirë, cili është ai elementi kryesor me të cilën pejgamberi sa mi nxjerri këto njerëz më të mirë në botë? Me çfarë? Me pajisjen e cila quhet përgjithësia. Nuk mundesh mi shku mas nëse si i përgjithshëm. S'mundesh mi shku mas. Madje jo përgjithësi se e njoh me një anë. Përgjithësi e letrave. Jo. Përgjithësi kur ti je në shtëpia. Përgjithësi kur s'të ka pa, ai të li përgjithësi. Jo pejgamberi sa, ai ta vnon në qaf përgjithësinë e Allahu xhelel xhelalu. Apo ai i ndërtoi njerëz të cilët edhe në terrin e natës nuk bojnë zullum. Edhe kur nuk i sheh kurkush pa kamera, ata janë sikur nuk kanë publik. E me çka i rregulloi, tha Allahu xhelalu ala, se këta i druhen ditës kur japin llogari. Një njeri i cili s'do më dhon llogari, nuk do mu formu i përgjithshëm, s'u shkon mas ti njeri. Andaj duhet ta kuptojmë këtë rëndësi që ka përmend Allahu te bareke ve teala, pastaj ka thënë wa dhakara Allaha katira. E mas i shkon Muhamedit alayhi salatu selam, një njeri i cili e përmend Allahun shumë. Sepse pejgamberi sa vetë ka qenë për njerëz që e kanë përmend Allahun te bareke ve teala shumë. Kjo është ajo që ne kanë përmend dietarët në këtë kontekst. Tjetra prej vlerave që pejgamberi sa meriton të ndjekët është se pejgamberi alayhi salatu selam është kallopi i këtë pejgamberëve me një vend. Dhe kjo është merit vetëm e Muhamedit alayhi salatu selam dhe e umetit tonë që jemi umeti tina. Allah na bof hak mu kanë ndjekës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhelel xhelalu në surën Al-An'am: Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadi. Thot Allahu xhelel xhelalu pasi përmend pejgambert, thot këto pejgamber janë që Allahu i ka shpi në rrugë të drejtë. Pite Ademi deri te Isai, krejt kush i ka udhëzu këto pejgamber? Allahu xhelel xhelalu. Shikoni, Allahu xhelel thot pejgamberit alayhi salatu wasalam: "E ti o Muhammed, shkoj pas udhëzimit të tyre." Ti shkoj pas udhëzimit të tyre. Andaj kanë thënë dietarët, Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka marrë udhëzimin e këtë pejgamberëve dhe e ka shtuar. Këtë udhëzimin e pejgamberëve dhe e ka shtuar. Që i bie, kur një musliman e ndjek Muhamedit alayhi salatu wasalam, ai e ka ndjek Ademin, Hudin, Salihun, Shuaibin, Musën, Isën, Ibrahimin, Daudin, krejt pejgamberët, jo veçkash edhe shtesa. Edhe shtesa. Cilat janë shtesat? Janë shumë, do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala. Por shembull prej shtesave, ka thënë një dietar i madh i muslimanëve, i cili ka nejt me shok pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka pasur emrin Said ibn Jubair. Thot nëse e lexoni surën Yusuf, kur e ka hub Jusufin Jakubi alayhi salatu wassalam, Jakubi e ka thënë një fjalë. E ka thënë një fjalë si shprehje e mërzijës. Çka ka thënë? Inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Kur e ka hub Jusufin ka thënë mërzijen time edhe pikëllimin tim nuk ja kallzoj kurkujna përveç Allahut. Allah e ka regjistruar. Thot Said ibn Jubairi, nuk e ka ditë atë çka e ka ditë Muhamedi alayhi salatu wassalam. E që na e dina në kratë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Cila është ajo? Neve kur dikush, çka thojna? Kur na des dikush, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thot Said ibn Jubairi, vallahi ta kishte ditë kishte thonë se kjo më e mirë se kjo. Domthonë nëse njëri thotë kështu, kuku për mërzijen time, a është më e mirë se kjo fjala se thotë te Allahut jena, te Allahut kena më kthie? Më e mirë. Te Allahut jemi, te Allahut kena më kthie. E pse nuk e ka ditë? Ja ka rujt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, këtë pejgambert ngjeshën në udhëzim te udhëzimi pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam. E shtesë kësaj Allahu i ka dhënë edhe më shumë. Shtesë kësajna Allahu xhelal i ka dhënë edhe më shumë. Që domethënë, muslimani vëzë, kur ndjek Muhamedit alayhi sallallahu alaihi wasallam, në cilën ngjadën e këtë pejgamberëve. Pra ne jemi në rrugën e Isait. Ne muslimanë jemi në rrugën e Isait. Ne muslimanë jemi në rrugën e Musait. Ne muslimanë jemi në rrugën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Ne jemi në rrugën e Daudit. Ne jemi në rrugën e babës të parë të njerëzimit, Muhamedi alayhi salatu wasalam. Njëri thotë, çka na garanton? Muhamedi alayhi salatu wasalam. Madje jo veç kaq, ata pejgamber janë një të privilegjuar që në bitë të tyre do të jetë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ata janë di privilegjuar. Jo veç kaq, Allahu xhallahu ka thënë çdo pejgamberit, kur e ka bë pejgamber, ka thënë dëgjoj. Ma vonë ka marrë një njeri ka emrin Muhammed.
aja më i miri pikete, alayhi salatu wassalam. Ti je pejgamber. A e beson ti Muhamedit sa apo jo? Ka thon po, tash je pejgamber. Ja ka marr besën Allahu. Ti si pejgamber, Ibrahimit, Daudit, Musës, Isait, çka ju ka thon? Ka thon besoni Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ku është ai? Ku të vjen më vonë? Që ta fitoni privilegjin e besimit Muhamedit alayhi salatu wassalam. A e kupton sa është i madh ky njeri? Dhe sa pak ditë na për këtë njeri sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhelalu ala ka mbledh këtë udhëzimin te Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe shtesë kësajna e ka bëu edhe më shumë. Kjo është ajo që ne ka përmendur dietar me të cilën veçohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me çka veçohen pejgambert e veç atij pejgamberi alayhi salatu wassalam, veçohen me diçka e cila quhet kuvet në ibadet. Thot Allahu xhelalu xhelaluhu në surën Sad ajeti 45, wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Thot Allahu te bareke ve teala, kujton e robin ton Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe Ishaqun dhe Yaqubin, të cilët kanë qenë me kuvet, edhe kanë pa shumë. Kanë dhënë dietar çka kuveti çto? Kuveti o çto që kanë pas shumë ibadet. Edhe çka është absar, kanë pas ilm për Allahun xhelel xhelalu. Çka i bie kjo? Kjo i bie se pejgamber dallohen nga kategoria e njerëzve me dy gjëra që kurkush s'u mundet mi pas ato. E para, kanë kuvet në ibadet që se ka kurkush. Ai kujtohet rasti që përmend atje Adi ibn Hatim, kur u taku me pejgamberin dhe ai e nali një gruaj në rrugë dhe ai peprit, ai ishte prift, kryqën e madh dhe peprit pejgamberin. Çka tha? Tha takshiri, a mos sillet ky si mbret, a sillet si sultan, a sillet si pejgamber? Ajo e majti gjatë dhe çka tha Adiu? Tha s'kona mbret. Mirë, çka e dallon pejgamberin që nuk ka mbret? Mbreti s'ban sabër me bë 10 orë ibadet. Nuk mundet ai mulid namaz 10 orë mos me livrit. S'ka mundësi mbreti me bë ibadetin që e ka bë pejgamberi alayhi salatu wassalam. E Allahu që e ka përmend Ibrahimin në Kur'an, kujtone e Muhamedi alayhi salatu wassalam, do të thonë për të kësajna. Andaj kur e pani ditë Aisha radhiyallahu anha, thot e pash pejgamberin duke u fal. Ju kishin ai kont alayhi salatu wassalam. Dhe i thashë Rasulullah, çka po lodh, çka shumë kur Zoti i ka fal gjunaat? Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Tha po, mi ka fal gjunaat, po du mi thon faleminderit. Çiko, njëri për neve mu ka një falt, çish kish ne si sultan. Se unë jam i fal. Na nuk kena të falte dhe rina si sultan. Ai u ka një falt, ka fal tan natën, derisa thot Aisha, shpesh herë më thojke, oj Aisha, çish i ki rejnë thot me mlan rahat pak. Burë e gruaje. Burri dhe gruaja kanë intimitet, kanë privatësi, kanë hakën ndaj njëri tjetrit. Apo shpesh herë thot Aisha më thojke pejgamberin ja, oj Aisha, ku shkoj ai? Dëmoj ibadet. Tha i thosha e di çka do të Rasulullah. Po shembull njerëzit çka thonë, oj gruaja, apo mleve dal ta pini kafe. Ai nuk e kishte këtë gajle. Oj Aisha, apo mle sonte të lidh në namaz shifmin sabah. Sunë bank ta kërkush post pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dyta, me të sa i ka veçuar Allahu xhelal cila është ilmi i madh për Zotin. Kush din si pejgamberi? Kush ka mundësi me ditë si pejgamberi alayhi salatu wasalam? Këtë dihet me mbledh bashk, s'mund me dal një hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është veçori e pejgamberëve dhe veçori e veçantë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Anbiya ajeti 73, "Wa ja'alnahum a'imma." Ne pejgambert i kemi bë prijes njerëzimit, su një dal kërkush përpara. Shiko, njerëzit mundon me nxjerr njerëz përpara. Po kur së nxjerrin? Edhe krijetari më i madh, më anë sultani më i madh i dunjës, nin vogëlsi përpara Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ka qenë njëri prej francezëve, Voltaire, i cili kur është pyet për krijetarët e njerëzve, për krijetarët, ministrat, dhe është pyet për Muhamedit alayhi salatu wasalam, ka thënë çka thua për këtë njeri? Ka thënë, shiko, nëse i mbledhna këtë sultanat e botës, këtë krijetarët me një vend, i qesna me një anë, edhe e nxjerrna Muhamedit nga ana tjetër, veç një detyrë kishin pas këta sultanat, këta krijetarë, me janë drejt këpucët, kaq. Andaj shiko bota nin presion nga morali Muhamedit alayhi salatu wasalam. S'ka krijetar në botë, qafir koft, musliman koft, që merr guxim me fol diçka keq për Muhamedit alayhi salatu wasalam. E ku e ka këtë fuqi? Allahu në univers ka shluar. Në univers ka shluar. Inna shani'aka huwa al-abtar.
I ka thënë Allahu që me ba me të mori nati dikush tyje, shkojaj. Shko, me ba me të mori nati dikush, shkojaj. Andaj, Allahu që është thot, gja'alnahum e imme, të parti kena ba. A punë është me talë për para? Njani këri pa thot, ngom një muë, ku kësheti me të ngutije? Ti të ngojnë a veshtë se e ngonë Muhammedin a.s. Apo? Andaj, thot Allahu gjelluala, wa gja'alnahum e imme, jehdune bi emrina. Pse? Se ata janë lidhje me neve. Ata nuk flasin po s'ka ju thojnë ana. Nuk urdhnojnë po s'ka ju urdhnojnë ana. Wa auhajna i lejhim fi'l el khajrati, wa iqame salati, wa ita e zakati, wa kanu lena abidin. Me qëka të Allahun për nga mberë, thot Allahu gjelluala, ne u shpallëm atyre, bëni veprat mira. Do të shohmi mirësinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam në çdo trajtim të tina. Bëni veprat mira, falni namazin, jepni zakatin dhe thot Allahu xhelalu ala, ata e realizuan këta duke qenë rob ton. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam bashkë me vëllezërit e tij të pejgamberëve, me çka dallohet me dy gjëra. Të cilat do t'i detalizojnë me lenin Allahu te bareke ve teala. Kuvet në ibadet, fuqi në ibadet. Shikona e falën taravi 20 rekat, kur dalën pastaj e knojnë ata 20 recate kum fal. E dini që taravia çka falën tëna? Komplet Ramazanin ti çka e fal 20 taravia, 20 recate. Nuk vin me një nat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Që to ketë komplet. Pejgamberi alayhi wasallam, ai disa ka fal namaz natë? Thot Abdullah ibn Abbas dhe Hudhaifa ibn Yaman. E takum një ditë pejgamberi duke u fal namaz natë. Tham hajt lidhni me ta. Allahu akbar, nafile. Tha e nisi surën Al-Baqara 49 faqe, 286 ajete. Me ta fal ti imami me çket sure, nafile, jo farzi. Apo me njerë thot, mos ka studiu ka Rusia ki, helbet dikun e kanë prupi dika tjetër. Thot Hudhaifa, e sosi surën Al-Baqara, thash që ato ra ruku. Bismillahirrahmanirrahim, surën Ali Imran. Surja e dytë më e madhe në Kur'an. Thash nashta veç çket sure edhe e kryti. E nisi surën Nisa, surën tjetër të madhe në Kur'an. Thot Hudhaifa, vallahi mos më pasar mare pi pejgamberin sallam, thash nashta më ka pa që jam lidh me ta, e ka vërejt, kisha dal më një herë. Kush ban sabër si ai? Kjo është pejgamber alayhi salatu wasalam. E lexon dit 3 sure gjata. 3 sure gjata, çfarë? Andaj kuvetin ibadet. Dhe tjetra e njeh Allahu xhelel shumë. E njeh Allahu te bareke ve taala shumë. Nuk fol për Allahun pas çka i mëson Allahu xhelalu ala. Andaj një ditë erdhi te pejgamberi alayhi salatu wasalam, një njeri dhe i tha ja Rasulullah, cili o vendi më i mirë në dunja? Vendi tok. Tha se di. Tha cili o vendi më i keq? Tha nuk e di. Derisa të më kallzoi Allahu xhelalu ala. Erdhi Xhibrili dhe i kallzoi. Tha shko thirr ato. Erdhi tha vendi më i mirë xhamia. E vendi më i keq ku? Apo shiko, ti shmikon na, për shembull i kishe pasur një 10 shokë që punojnë në pazar. Apo çish mja u prishtin. Apo pëmsa nuk e ka pas këtë gajle. Tha veni më i keq pazari. Heni funit e dili pari. Pëmsa nuk e ka pas kërkujt rafsh. Njëri thot po i kam me dodosta në pazar, s'kam çka me bë. Veni më i keq pazari. Çati jo rrena, çati jo mashtrimi, çati jo korrupsioni, çati është mangësimi në peshore, keq çati jo mallkimi, çati jo kamata, e tjera e tjera. Shiko, mirë po, cila ishte veçoria? Ta se di, derisa të më mësoj Allahu te bareke ve teala. Kjo është ajo që nga përmend dietarët në këtë kontekst. Dhe kanë ardhur shumë ajete, për shembull, kush e lexon surën Al-Anbiya, do ta gjejnë me të madhe këtë veçori të pejgamberëve në të shtrirë në Kur'an. Veçoria tjetër e pejgamberëve, e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam në veçanti. Cila është ajo? Është friga e madhe dhe të qarët e shumë prej Allahu te bareke ve teala. S'munësh me gjetë njeri që i druhet Zotit si pejgamberi alayhi salatu wasalam. S'ka mundsi. Dhe që çan si pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thot Allahu xhelel xhelal surën Maryam, ajeti 58. Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Thot Allahu te bareke ve teala, këta janë të begatuarit prej pejgamberëve. Janë të begatuarit prej pejgamberëve, prej fisit të Ademit dhe fisit të Nuhit dhe fisit të Ibrahimit
dhe fisit të Israilit, Jakubit. Israil në Kur'an është Jakubi alayhi salatu wassalam. Dhe ata që i kemi udhëzuar dhe i kemi zgjedhur, e në kryet tyre është i zgjedhuri Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çka do të Allahu xhelalu ala? Kur t'ju lexohet atyre ajeti i Allahut, çka ndodh me ta? Thot Allahu xhelalu ala, kharru sujada, bin sejdë. Wa bukiye, dhe kajnë shumë. Cilësi e pejgamberëve është me kajnë shumë. Te na thojnë burri s'kan. Tash kena mendru pak. Jo pak, po shumë kena mendru. Pejgamber thot Allahu xha shumë kanë kajt, ama jo të këshirë televizor. E as pse ju ka prish diçka për kësaj dunjaje, pi tutës Allahut, çish do dal para Zotit. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ke pejgamber ditën e gjykimit i ki pi njerëzve. Po sune, e ka zgjedh Allahu xhelle xhelalu. Andaj ka qenë për traditës së pejgamberit alayhi salatu wasalam që ta shpreh këtë takvallok për para njerëzve. Ka thënë alayhi salatu wasalam hadith se ka thënë Imam Buhariu, wallahi, masha Allah, inni la arju an akuna akhshakum lillah. Unë shpresoj më kanë më i devotshëm për juve në frikë ndaj Zotit. Mas shumë që i tutët Allahut jam une, ka thënë alayhi salatu wasalam, wa a'lamukum bima attaqi. Dhe unë devotshmërinë e baj me dije. Jo me çish të mtekët mu. Unë devotshmërinë e baj ku don Allahu te bareke ve teala. Jo ata që mund më tek. Andaj prej veçorisë së pejgamberëve që drujtja pi Zotit. Shumë ju kanë tutë Allahu xhelel xhelalu. E kanë jetu jetën sikur 24 orë me këta detalet, me sekond janë përcjellje ato. Andaj Allahu xhelel ka thënë Nuhit alayhi salatu wassalam, nisa aniyan fa innaka bi a'yunina, ka thënë se ti je në përcjelljen tonë. Kur e ka ndrejtë Nuhi alayhi salatu wassalam aniyan, a mund ta paramendoni? U kanë thot, se efte aniyan dunja u kanë ndrejtë. Edhe ata ka thënë, "Kyra be ki." E ndrejtë aniyan thot, as s'ka deti, as s'ka ujë, as kur gjë s'ka. Edhe e kanë tallë. E Allah ka thënë ndreqe, se na jena të përcjell. Apo andaj shpeshherë në kur bëna vepra, me bë me të kesh 10 veta, ka mundësi e le veprën, pse? E pejgamberi nuk ka ndodhur kjo. Ka thënë me tut në Allahu xhelalu ala. Andaj sa ran kur kanë ardhur te Abu Talibi, dhe i kanë thënë, thuj këtij nipit tanë tanaj këtë punë. Dhe një ditë për ditëve u lodh Abu Talibi, se si ishte muslimane. I nimonte si nip, si djalë vllai. Edhe një ditë i tha, o djalë vllai, rana të marë me të një mua, a mundesh me nal? Që i tha, o, si dush largoju si dush. Tha, vallaj, dilin ndjathën më manu, e hanën të majtën, unë s'livri të hiq. Kjo rrugë e Zotit të bareke wa teala. Andaj ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'i ketë dro Allahu të bareke wa teala. Kjo është se dallohen këtë pejgamber dhe dallohet me to pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pika tjetër. Pse duhet ta ndjekim këtë njeri? Pse duhet ta ndjekim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Pse duhet të mësojmë për moralin e tij alayhi salatu wassalam? Çka na duhet në jetën tonë ne Muhamedi alayhi salatu wassalam? A mund dikush me na zaventsu neve Muhamedi alayhi salatu wassalam? Tani do ta shikojna. Nëse njëri thot, a veç Muhamedi alayhi salatu wassalam, i themi vetëm. Madje pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dhënë hadith, me ardh Musa, me u çu Musa pi vorrit, e kish pas haram me ndjek ligjin e vet, do të më marr mua mas. Apo e njëri thot, unë e kam pas një babgjish shumë ka ditaj. E të kuptue, Musa alayhis salam pejgamberi Allah, i dyti pejgamber që ka umet mas Muhamedit alayhis salam. Thot pejgamberi mu çupi vorrit, e kish pas haram me shkue ka rruga vet. Mirë, rruga vet cila? Te vrati, rruga e Zotit. E kish pas haram pos me marr mua, pas. E tani do të përmendim disa prej pikave shumë shkurt, pastaj do ta shohim detaj në jetën e pejgamberit alayhis salam. Pse duhet ta ndjekim Muhamedit alayhis salam? Me çka veçohet kjo? E para, kanë thënë dietarët se jeta më e plot, më e mbushur me mësime dhe ligje të zbatueshme, larg utopive dhe fantazive dhe ëndrave, është jeta e Muhamedit alayhis salam. Ç'a i bie kjo? Domthon njerëzit kur e ndjekin dikan, çish e ndjekin? O zëngin, ja puthin dorën. O mbret, ja puthin dorën. O mësus, ja puthin dorën. O është pak më i nalt se ai. Nuk mundet njëri me thonë, e kum gjetë që tu një ahmak mahal janë t'i shku mas. S'ka qështu. Edhe mu ka në ahmak shka kjo e ndjeki, thot ama i miri. Apo, pra, njerëzit e ndjekin dikan që ka e shojnë zotnia i tëne. A ka mundësi dikush me ndjek dikan që ka nuk e shë zotni? S'ka mundësi. Pra, njerëzit e ndjekin dikan që ka e shojnë më të lartë se vetja.
E cili është më i lartë i çitynve këtëve? Muhamedi alayhis salam. Muhamedi alayhis salam ka thënë pejgamberi alayhis salam, ana sayyidu waladi Adam. Ka thënë unë jam zotnia i këtë bijve të Ademit. Zotnia që do të thonë i pari. Po pejgamberi alayhis salam, jeta e tij është jeta më e plotë që ekziston. Jeta më e zbatueshme që ekziston. Çka i bie më e zbatueshme? Për shembull, historia ka pasur shumë filozofa, sidomos Greqia, edhe persianët, apo edhe Evropa tash në fund, e pak rusët. Pra, nga grekët është shtrirje mas unë di kanë ata. Filozofët çka bojnë? Shkruajnë libra. Mira që shtu me bë, mira që shtu me bë, sa mirë që shtu me bë, mirë. Nëse i thuti atij, mirë, hajde që tash ka e shkrujte, hajde nisja ti i pari, unë e mësani. Ja, ka thënë kjo unë di me shkrujt mirë, zdi unë nuk më bë këta. Po, nëse i thua ti keq kredo që i ke shkrujt, kena me të përcjellën natën ti. A i zbaton ti me grënë tane, me vlatë të tu, me babalartë të tu, me agjallartë të tu, qka dështon? Se, sa i me shkruun, s'ka filozof në botë që ka arrit me realizu atë qka vete ka shkrujt, sigur, qka? Sigur ata qka Allahu ja ka zbrit Muhammedit a.s. Allahu ja ka zbrit komplet Kur'anin, mushafin. Qka ka që tu ligj, krejt e ka qunë vend për nga mërë a.s. Andë në haqin lam të mirës, e ka që gjistin ka Zoti, ka thonë, o Allah dëshmo se une e qova në ben amanetin. Edhe ju thonë të njerëzve, a jeni dëshmitar se e kum qua amanetin, ato dëshin po. A shikoni pin në Arabi atje, ju e në bona musliman. Apo kitë Balkani thirë, e zanin e shhedu en la ilaha illallah, wa e shhedu en Muhammed Rasulullah. Ti a një Aristotelin, a një Platonin, a një Hipokratin, a një ti filozofat e botës, a një Dostojevskin, a një Freudin, a një Nietzschen. Njëni thot hoxha, jo se më të dashit iq. Mirë po ti nuk i nje këto. Pse nuk i nje? Kush janë këta? Kanë shkrujt, të shumë kanë shkrujt. Sot një njeri kër lexon një libër, këti thot, janis me majtë vetën, a i di ka në lexoj une. Mirë, Allahu u gjithë thot, a do një me matë, a është model apo jo? Qyre njetën e ti. Njëni ka biraki. Filozofi maj madhi evropianve, quhet Nietzsche. Nietzsche, e ka emrin. A i din që shka dek? A i din që ka dek? Ka dek të malkukit dunjojën. Ka shkrujt liber, porosi, Gjermanve, të cilën e ka zbatu Hitleri. Ju ka shkrujt liber. Ka thonë, vrani ketë njerëzit që ka jenë me të meta. Pse? Ka thonë, pa aje ranon shoqnijën, du të mi thonë me angër buk të netaj. Ka thonë, vrani si cëli shka s'punon. Do e ka kriju komunizmin. Zdo me punua po, jashtë. Vrani çdo njeri me të meta. Vrani çdo njeri cili s'ka aftësi. Mi thonë ati, qka mund është me në një muti? Zdi kur gjo, plak, vraje. Dhe Hitleri mundu me zbatu që ta. Apo? E qka gjemina të pejgamberi alayhis salam? E ka mallku njerin i cili talët me dverbrin. E shanur dhe një dverbër, edhe aj me shkop mundohet. Dhe nësë me ka thonë, kush ja humbë rrugën, e mallkon Allahu. Kujdes. Shiko këtë detalj të mëshirës dhe këtë mallkim të këtinve. Sepse këta shkruajnë, por nuk mund të zbatojnë. Andaj, prej pikave të cilat dallohet pejgamberi alayhis salam, se është jeta e tij më e plota jetë dhe më e zbatueshme në jetën e kësaj bote. Pra nuk folme më miro kështu, miro ashtu, e ju tash grani si të muni. Jo. Për më çka thot i pari e baj vet. Jo veç kaq. Nëse është detyrë, nëse për shembull, për më ka thonë, 5 vakti ki obligim mi fal. Njëri thot, haj takshiri unë kia falet, po hajde këshire. Ki fal, ki fal reqate shtes. Ki ka fal 12 hiç pa lëviz kur. 5 vakt edhe 12 sunet pa janë ndru kur. Shtoja vitrin 8 dhe 3. Apo 13. Shtoja namazin e duhajës. Shtoja namazin se pejgamberi ka fal namaz frige. Shtoja namazin që pejgamberi ka fal përqendjet e xhamisë. Shtoj namazet shumëta. Dite me mësëram. Shiko, vetë njerëzve ju ka thonë, ti sa i ki obligim? 5 vakt. Ka arë njani për nomadve, arabve të shkretinës, ka thonë, qka e kam obligim une? Ka thonë 5 vakt. Shtesa, ka thonë, ka dhe shtesa si dushti. Ka thonë, në nuk shtoj hiq. Mirë. Në funi ka thonë, mësam, si ta maje fjallën, hinë gjenet. Do më thonë, për mësam, ati i thotë 5, për veti 15 i falë. Apo, nëse mësuesit thot, lexoje ti me nxënës me profesorit çket libër, apo
edhe nesër kena me diskutue. Ti ta jep një libër. Edhe kur shkojsh ti në shkollë, apo çish e gjejnë ana, ai si ka lexuar ti fleta. Në smunët të kemë lexuar pastaj një libër. Mirë, se mësuesi thot, unë e pram, kur thash ti me lexuar një, unë lexova 10. Hajde tash diskutojna. Çfarë vullneti i nxënësit? Çfarë vullneti i nxënësit? I hip shumë se mësuesi jam përpara, edhe atë çka be thot, pe e ban edhe me dozë më të madhe. Muhamedi alayhi salatu wassalam, nga morali i tij ishte që kur e thonte një farz për të tjerët, vetë ja shtonte. Për shembull pejgamberi alayhi salatu wassalam, neve muslimanëve na e ka bërë Ramazanin farz. Allahu që e ka bërë farz. E vet të hanë tete sa herë ka ninue. Sa herë. Pejgamberi sa ka ninue gati muaj të tërë. Thot Aisha radhiyallahu anha, jashtë Ramazanit ja kum numëruar pejgamberi një muaj komplet e ka ninue. Një muaj komplet jashtë Ramazanit. Mirë, sahabët kur e kanë pa, na farz veç Ramazan, e ky çka, ky të hanë tete kurse se le agjërimin. Çfarë ndjesie krijohet te sahabja? Ky njeri është shumë i sinqert. Ky njeri është shumë transparent. Mund ka thon 5 vakt, ki 50 i fal. Mund ka thon veç Ramazanin, ki thanë tete agjeron. Shiko pejgamberi alayhi salatu wasalam, çdo vepër, domethënë kur ja kthente borxhin dikujt, thonë se sa të kanë borxh, por shembull ta supozojna 10, 20. Do të çe marrë 25. Faleminderit që na ndihmove. Kjo çka argumenton? Çka lip te farz për të tjerat, vetë e shton të shumë. Kjo është plotësimi i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, prej veçorive që neve na duhet me ndjek Muhamedit alayhi salatu wassalam, cila është se ne s'kemi zgjidhje tjetër për të qenë në raport të shëndosh me Zotin ton, pos mi shku mas këtina. Allahu xhela ka bëu haram xhenemin Muhamedit alayhi salatu wassalam. Haram xhenemi zguzon me prek trupin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë transmetime se ditën e Kiametit pejgamberi alayhi salatu wassalam si koment i fjalës Allahu xhelalu ala në surën Al-Furqan, ku thot Allahu te bareke ve teala, takadu tamayyazu min al-khayr. Xhenemi do me plas pinati dhe do t'i kaploje njerëzit. I del pejgamberi përpara. Apo me dal njëri pineve përpara? E merr, hajde. I del pejgamberi përpara. I thot xhenemi, largoju ti se ti haram e kam me të prek. A kupton? Largoju ti se unë haram me të prek tyje. E tani na qysh me pështue pastina. Ska rrug tjetër. Del ma azgan del përpara të ha xhenemi. Ska dikush që i del karshi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu e ka zbrit një sure komplet për mos mi dal karshi Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sura Al-Hujurat, ku Allahu ka thirr mos dilni përpara, se këtë veprat ju shkojnë huq. Thot Allahu te bareke ve teala në surën An-Nur, surja e dritës, ajeti 63. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri. Let matën mirë. Shiko çfarë ajeti kursnues. Let matën mirë. A ki pa kur matësh ti për me bani punë? U vallahi rrezik ama, thot ma të mirë ai i cili ja mendon mi dal kundër Muhamedit alayhi salatu wassalam. E çka i ndodh? Thot Allahu xhelal. En tusibahum fitne, që ti kape një fitne. Çka është fitne? Çka është fitne? Ka thënë dietar, fitne është me të lëviz zemra. Të lëviz zemra nuk e do më këta. E mos me dash këta, humbë dashnia për Allahun te bareke ve teala dhe shkatërrohet njeriu. Thot Allahu xhelal, au yusibahum adhabun elim. Apo që ti godet një azab shumë i dhëmshëm. Pra, pika e dytë që ne obligohemi dhe s'kemi zgjidhje tjetër pos me mësu për këtë njeri dhe me ndjek këtë njeri cila është se na nuk mujna më ndresh me Zotin pa u ndresh me Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ana një ditë për ditëve në Mekë ishte hasmëru Abu Xheli me një njeri, ja kishte marrë do pare. Arab që janë më i fortë ti merr, sikur sot me të ndera, kush është më i fortë ha, tjertë në shkojnë në libin sadaka. Edhe ai thonte, o ti njeri, kthema hakin tem, ma more parën. Edhe ai më i forti, apo shkoj ai te grupa vet atje. A ke pa kur mshelën aton, mshelë sa jo në lipti aty. Kur vin me kerat fort, thu, ku janë këta njerëz? U mshel ai ata njerëz të mëdhoj. Për mësa me kap e pa këtë njerëz se është i bëm zullum. Tha çka puna? Tha më ka marr parë pa hak. Tha unë e kri këtë punë. Ata në Abu Jahl, Umay ibn Khalaf, do ishin me vrah Muhamedit alayhi salatu wasalam. Hini mrena pejgamberit në atë grupën që ka kishin. Tha, ktheja hakin këtij djalit, ktheja hakin këtij njerëz që ja morë pa hak. Edhe i tha Abu Jahlit hasti, dil jashtë. Shikoni këtë madhështit Muhamedit alayhi salatu wasalam, tha dil jashtë.
Era dul jashtë. Ata pe përcjellën dash arab, i madhi i arabëve. Pe thirr më dul jashtë. Tha ktheja hakin, tha sa ti kam hak, çkas, çe. Ja kthej, tha jemi në rregull ti njeri, tha po, shko. U kthiki. Ata i than, ata e kanë thënë Ebul Hakem. E ka pas emrin Amr ibn Hisham. Ko njeri madh. Te arab do kon njeri më i madh. Ky e ka nxit luftën e Bedrit. Qaçi madh u kon, sa që pejgamberi sa ka po doa ja arab, shtinë në islam se ky i madh ku të bëhet ky, hinë edhe tjerë. Po Allahu xhela e ka bëu Abu Jehel. Ata arab ti than, a ju tute Muhamedit alayhis salatu selam? Tha po vallahi. Tha një zarë një rike për një krije. Kur më tha jepja hakin, u dashmi një herë më ja kthije. Tha se u tuta se po më hana ai zarmi. Shiko më vështia Muhamedi alayhis salatu selam, andaj shiko. Thot Allahu xhela, me të matët mira i shka i del kërshi. Ska njeri në botë që e ka kundërshtu Muhammedin a.s. vetëm se e ka çrënjos Allahu te bareke ve teala, e ka shfaros, ja ka farën. Kjo është e dita. E treta, e që është shumë rëndësi. Pse e ndjekin pejgamberin a.s. Sepse pejgamberi a.s. është njeri i cili e ka gradu Allahu, e ka ngrit në pozit, e ka bo njeri pa gabime. A ka dë njeri pa gabime? Jo në ato shfrenimet tona. Neve me na vet, a ki gabime i kam do që ati pak. Jo, na kiti na gabim ta, na kiti na gjuna qar. Ma dje na në zbatimin e urdhave dhe na gjuna qar. Apo, e cili është taj njeri cili nuk ban gabime? Muhamedi a.s. Andaj për të qenë gjokësat ton të lirë, të shkarkum prej barrave ngarkesave, e ka ba Allahu gja matë mirin për njerëze mës me gabuhe. Nëse gabon, ven Kur'ani me remeton më njëherë, se len gabim. Andaj Allahu gjelluala prej privilegjive që ja ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çfarë i ka thonë? Ka thonë, po t'i falë në gjunahat që ka i kiva me herët, edhe ato më vonë. Tani, para me do një ndjesi, me thonë njani, qëka të bashkë për t'a fali? Pi për para. O shgjësi e madhë, dhe ti lirohesh me ta. Allahu i ka thonë pejgamberit alayhis salam, çka të bësh më vonë, mas i ka zbrit çka jetë, këtë falë të kije. Apo, me gjithë këta për nuk u lastos. Nuk tha, unë jam ai falti. Jo. Madje jo veç ky, shokët e vet. Omar Khattabi ishte i përgëzuar me xhenet. Apo, dhe një ditë për ditë njëri tha, o merr, ç't ka përgëzuar me xhenet? Ta shuj mos folash të. Shuj, ban vepra të mira. Pejgamberi alayhis salam është i mbrojtur nga gabimi. E mirë, njerëzit kur i ndjekin njerëzit, a ka dë njani për tëre o pa gabime? Pa gabime. Mësusi jem, profesori jem. Sot njerëzit të ndjek lloj njerëzve kategorien më të ulët. Sot i ndjekin, subhanallahu ladhim, e ndjekën këtarin, e ndjek artistin. Thot, sun rip ata, sun flep ata, sun flep pa janë i zanin. Njerëz të cilët konsumojnë lloj gjërash, prej barnave narkotike, prej landësat janë më të këqija që ka ekzistojnë. Apo, prej njerëzve pijana, gjithë ditë pi e gjithë ditë kënon, e fatkeqësisht edhe rinia e muslimanëve e shohin për model. Apo, e këta njerëz plot gabime. Po lej këta njerëz mirë, ti supozojna. Baba jot, babgjyshi jot, haxhijan kushtimisht thon. Edhe nëse mundohesh me ndjek, hoxha, dietari, a ka gabime? Ka plot. Pse? So është njeri. Apo, është njeri. E cili është ai njeri që kur i shkon mas, se ki gale, se çka të baje, as njerë se ka bon, veç Muhamedi alayhis salam. On ti kanë do që i shkon mas, pa tjetër kimi thonë, Allah i ta falë që tu, Allah i shalom loja që tu, andaj kanë thonë, plot për ulemave, kur shkojsh të hoxha me ngu ders, mira me dhonë sadaka. Pse me dhonë sadaka? Ka thonë, na je shlume, na je met, na je gabim, mës ta shifsh. Shiko? E jep sadakan, o Zot më lojt metat e hoxhës. Mirë, a thuti kur lexon do një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me thon, "Çe do sadaka, o Zot më loje kët." Hasha o kët. Jo. Ti veç dush me dhon sadaka, që Allah më ta mundsu me lexu hadithin e pejgamberit alayhis salam. Po s'ka ti me më thon, për shembull, na kur e prezantojnë Muhamedit alayhis salam para botës. Po një herë para neve, se na jemi ajo gjenerata, fatkeqësisht Allah na drejtoft dhe na udhëzoft krejtve, nuk e njoft në Muhamedit alayhis salam. Po e folmi në historinë e muslimanëve në 1443 vite, 7-13, kur e prezantona Muhamedi alayhis salam. Ato na
që ta mos e kallzoni se marrë. E tash parashtrojmë pyetje. A ka dikush pi neve që s'ka qef diçka për jetës vet mos mi dal? Këtë jena qëtu, dakor. Si cili pi neve ka një akt, një ngjarje, një rrëfim, një moment që thot, o Zot mloma. Pse? Se njeri i thue familjes tane, e rrethit tane, e dostave. Andaj më ka thonë, mloni gjunat në mes veti. Pse s'ka thonë mlomni mu gjunat? S'kish ka me mluti mu. E ka rujt Allahu xhelalu ala. Pse? Se pasaj njerëzit thoshni, apo këshira këtë gabim, atë gabim. Andaj, çka thamë në xhirat e kaluar, morali Muhamedit alayhi salatu selam është kalaja më e fortë ku hedhën dhe mposhtën gjitha dilemat. Andaj, pejgamberi alayhi salatu selam për nga natyra e tij para 40 e parë, edhe 23 vite pejgamber, Allahu xhelalu ala e ka ruajt nga gabimet. Madje për mësam duke mos qenë pejgamber, thot 2 herë jam nis me mor pjesë me një dasëm, me muzikë. Apo 2 herë në ignorancë, para se me ardh pejgamberia. Thot 2 herë pa ta dash, thot isha duke i rujt delet me qira. Apo thash haj shkoj te filani ndarshëm ç'a po bojnë. Para se me unis darsma, e ka zonë gjumi pak më herët me një vend. Kur a qu ka sos darsma. Ka thonë një tjetër inshallah një tjetër ka me prezentue. Ka ardh dasma tjetër, për mësa me ka kry punën e vetë, u ka lodh, ka thonë haj shkoj ta shoh çat darsëm. Me muzikë, kanë kënue, kanë lujt arabët. Kur ka është avru për mësam, e ka zonë gjumi. Kur e ka kallxu për mësam këtë rast, e ka kallxu si pejgamber. Thot Allahi edhe para pejgamberisë s'm la me ngu muzikë. S'm la me ngu muzikë. A na me qef e ngojna, Allahu na përmirëson. Na me qef thot, po s'm fol më sa ne ai filani, prishet filani. E Allahu xhelalu ala e pejgamberi alayhi salatu wasalam ku po jesin? Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte i mbrojtur nga gabimi edhe duke qenë jo pejgamber. Edhe duke qenë jo pejgamber. Ndërsa pejgamberët e tjerë, ja vetëm një rast. Mos tinë ata. Musa alayhi salatu wasalam. Çka dallon me pejgamberët e tjerë? Çdo pejgamber kur dalin në ahiret, ka më thonë jo. Shkoj njerëz thon, o pejgamber, lutë Allahu. Po thonë jo, unë kam galen time, kam do gabimet mia unë. Po e ka zoj vetëm ja, ka shumë. Musa alayhi salatu wasalam kur ka qenë në Egjipt, ka një njeri dhe i ka kallxuar një lajm, edhe e ka pa një egjiptias tu rrok me një bi të Israilit. Edhe janë rrok. Edhe Musa alayhi salam, moni me mos u rrokni, dano. Musa alayhi salam o koni forçom. Edhe danu, se nda, edhe ka thonë, largoju be, edhe të e largu në ven e kam ytë. Në ven ka dekaj. E faraoni, kur ka shku Musa mi thonë, unë jam pejgamber, ka thonë, kada. Ti e ke vra një njeri. Andaj, Musa e sam, para se me shku të faraoni, ka thonë, o Allah, gjano ma gjiksin se janë do probleme me këta njerëz. Apo, gjën e parë që ka përmejnë faraoni që ka thonë, vë katel të nefsen, ti e ke vra një njeri, më sara. A i disarana me thonë, ti ke vrani njeri. A i ka thonë dikush për mësam, ka dalë se ti ke vrani njeri? Jo. Andaj Musa alayhi salatu selam ka thonë në atë që ka transmetuar Allahu xhan në Kur'an, Rabbi shrah li sadri. O Allah, gjano ma gjiksin të foli let. E Muhammed e sam që i ka thonë, elem në shrah leke sadran. Hiq pa në lip të japë në ti. Ketë të mirat që ka pengambert ma herët i ka ndasht mi adhanë Allahu, ka po doa, jo, o Zot, bjema. E pejgamberit alayhi salatu wasallam i ka thënë Allahu, që na ti po ta japna pa na lut. Edhe në fund i ka thënë e kini dua, kur do që do me përdor, na ta japna. Prej rahmetit të madh, pejgamberi sa çka ka bë. S'ka pas nevojë me përdor për veti. Andaj kur e kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wasallam ka thënë, ja Rasulullah, na ki pas kallzu për një dua e kije si mundësi me tu realizu, ka thënë e kumrujt për në ahiret. E kumrujt për në ahiret. Dhe ka transmetime, e kumrujt për në ahiret për gjunaqarët e ummetit tem. A ki parasysh? Për ty e për muë. Që ne kena thonë, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, dhe kena plot gjunahe, kur dalme përvar Allahu xhelala, ka mundësi vepra tona na shojnë xhenem. E Allahu xhelala ka thonë Muhammed alayhi salatu wasallam, ndonjë apo ta jap në dua, lutut përgjigjemi më një herë. Përse ka thonë s'pe përdori në ahiret. E çka do me përdori ja Rasulullah? Ka thonë ahiret i thonë Zotit, o Zot, çdo gjunaqart, çam kam besu mua,
e s'kan bërë shirk tyje, mos ishte në zarmë. Andaj thotë pejgamberi shumë njerëz i kanë nxjerrë prej zjarmit. Allahu na mundsoft me bë shefat pejgamberit sa për neve ditën e Kiametit me lejen e Zotit te bareke ve teala. Tjetra prej dobive që kanë përmend dietarët në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe veçorinë e moralit të tina, kanë thënë se pejgamberi alayhi salatu wasalam jeta e tina është e mbushur për plot ligje, pa të cilat nuk funksionon dunjaja. Pra nëse ne e përjashtojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam nga jeta e jon, neve na prishë shoqëria. Dhe shikoni shoqëritë të cilat kanë degraduar. Po e morën vetëm një model e cila është familja. Nëse do të nisim prej nesër me familje me lejen Allahu te bareke ve teala. Shikoni, pejgamberi alayhi salatu wasalam për gjërave që cilat e shtojnë imrin, cilën ka qenë, cila është, ka thënë kush do më ushtu imri le ta majë lidhjen farefisnore. Le ti majë lidhjet farefisnore. Allahu në Kur'an e ka përmend se cilësia e hipokritave është shkputja e lidhjeve farefisnore. Sura Muhammed. Allahu ka thënë munafiki i prish lidhjet farefisnore. Mirë. Pejgamberi këta dhe këtu do ta theksojmë në sen. Dikush pyeti apo e parashtrum si diskutim, pse nuk do të ja nisim me prindin? Si o si pejgamberi me prindin? Se pejgamberi s'ka pas prind. O kon jetim. Allahu ka thënë elem najidka yetimen. A nuk kena gjetë jo jetim? Fa awa Allahu të ka strehue me një ummet i cili kur thuhet emri jot, ato këtë thujnë sallallahu aleyhi wasallam. E ti të përmen dikush e thot, aha, ka përcaja. A e kupton dallimin e madh? Mirë. Nëse thot dikush, pse na nuk kena mjanis si sille për mësa me babën e vetë, me nanën e vetë, se si ka pas? Mirë po, ndalim e një pikë tjetër. Pejgamberi sa me gjithë se si ka pas babën edhe nanën. Nuk ka njeri në botë që ka nxit mu respektu baba dhe nana si Muhamedi alayhi salatu wasalam. Apo deri sa kanë ardhur hadithe se gjunai më i madh o shirku, mi ba Allahu shirk, me adhuru guri, me adhuru dikat tjetër përveç Allahu xhelalu ala. Kur e kanë pyetur mësam, cili është gjunai më i madh mas shirkut, kanë ardhur dy gjunaje. Me një transmetim ka ardhur zinaja. Dhe me një transmetim ka ardhur mos respektimi prindve. Mirë. Çiki njeri, nëse e përjashton, nëse njëri thot se diu na pejgamber as pejgamber, rregull, dhe ka emrin Muhammed ibn Abdullah. Nëse thot pse be jep ky që ka zor për babën e për nanën, ky a shumë i ka respektua? Cili ishte xhevabi? Jo me si ka pa hiç. S'ka pa nanën dhe babki. Nuk ka rrit ki ngrohtësinë dhe emocionin e babës e nanës. Po pse çat shumë? Se kjo pejgamber. Ky megjithëse se ka pa. Domthon, nëse për shembull, njëri është i rrit me nanën dhe me babën. Edhe është normal mi thon njerëzve, ej, çore babën. Sa ka hak të madh, apo çore nanës ka hak të madh. Mirë, nëse na e pyet pejgamberi alayhis salam, ti e Rasulullah, pse çat shumë i kushton rëndësi kësajna? Sepse Allahu xhela e ka urdhnuar. Pra shikoni, s'ka pas babë dhe nan, s'munët dikush me fol çat shumë për respektin e këtyre si Muhamedi alayhis salam. Mirë, kjo e para. E dyta, pejgamberi alayhis salam kanë nxit shumë në mbajtjet e lidhjeve farefisnore. E si kanë degraduar njerëzit kur e kanë lënë Muhamedi alayhis salam? Shoqëria manga çka jemi na me ta. Të cilat po na thirrin në me indjek ata sa të janë përparumit e të zhvilluarit e kështu me radhë. Janë zhvilluar disa prej sondazheve, test. I nalin njerëzit rrugës. E nalin i tri. I thot, a e di ti çka ka babgjishi? Thot jo. Se di çka ka babgjishi. E nalin njerëzit thot, a e di ti çka ka hala? Motra e babës. Jo, thot, se di çka ka motra e babës. E nalin njerëzit thot, a e di çka ka tezja? Motra e nanës. Nuk e di. A e di çka ka daja? Nuk e di. A di çka ka haxha? Nuk e di. A di çka ka nipi? Nuk e di. Pse kapri përgjigjet thot, unë nuk e di, babën tim guzhat i don vetë për babgjishin. Mirë. E te musliman çka ekziston? Baba, babgjishi, stërgjishi, katragjyshi, pesgjyshi, gjashgjyshi. Sa? Shkon larg, pse kush e ka mbjellë te njerëzit ta? Muhamedi alayhi salatu wasalam. Sepse shtyllë e islamit është mbajtja e familjes. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam krenohej se është familjar. Thonte ene sherif, ibnu sherif. Unë jam i ndershëm. Babën e kam pas ndershëm. Babgjyshin e kam pas ndershëm. Ndalmi një pikë këtu. Pejgamberi sa babën e ka pas jo musliman. Babgjyshin e ka pas jo musliman.
tretin, katërin, ketë jo musliman kanë qenë. Pse ka thonë unë jam i ndershëm, babë ndershëm, janë konë familjar. Janë konë familjar. Andaj Ebu Talibi, pse kujdesi për ta? Se e ka nip. Se e ka nip. Andaj, këtë shoqëri që e kanë lanë mësimin e Muhamedit a.s. me shka kanë pësue, ka degradu shoqëria. Se di i madhi kusha i madhi këtu, se di i vogli kusha i vogli këtu. Andaj për mësam çfarë thonte? Prej madhnimit të Allahut. Shiko, prej madhnimit të Allahut. E që ko lidhi madhnimi Allahut me këtë pikë? Prej madhnimit të Allahut është me respektu një plak të thim. Shiko, që që lidh? Një plak i thim, s'ka fuqi, ka mosh. Çka thot të për mësam? Ti të madhnu Allahin kër respekton këta. Sepse, që që bje me madhnu Allah? Ti e respekton fejen të cilën Allah e ka zgjedhur për neve. Andaj, prej pikave të cilat dallohet pejgamberi alayhis salam është se moralet e tij, karakteret e tij e ruajnë shoqërinë nga degradimi. Shikoni tani, shoqëritë e huaja janë tullon çmos, i nxisin me parë, mos me pi alkol. Spaku thot, a ban veç në punë mos e pibe? A që në i dallashi thot këtu. Se, për shembull, pilotit e ka ndaluar me pi alkol. Disa orë përpara, sa të jetë pilot, mos anë nëse s'ka 2-3 ditë me drejtu aeroplanit, thot, shko pi atje. A ka nevojë musliman mi thon, kështu mos gabo me pi. Jo mos pi hiç. Mos pi hiç fare. A e kupton se sa është e nevojshme që njerëzimi të shkon mas Muhamedit alayhis salam? Shiko ku Allahu që ka bë zinajn haram. Se e runë familjen, e di babën, e di nanën, e di në kanë e ki daj, e di kanë e ki aq, e di kanë e ki hal. Këti di këto, pse? Sepse ta ka rujt familjen. E një janë i pëqëshëri lind atje, lind, asë di kanë e ka nanë, asë kanë e ka babë, apo ka babë dikush atje, e ka kry akti dhe e ka lanë. E si rritet ki fmi? Rritet i qregullum, rritet me emocion coptum, e ti rrit është normal, se të ka përgdhel baba, kur të ka përgdhel, ti kanë se ka përgdhel, por përgdhel babat, përgdhel nana, përgdhel babgjyshi, apo këto çka bën të formojnë ty tamam, të formojnë ty tamam. Këtë që të vlera i ka i pari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është nga përmendje dietarët në këtë kontekst. E tani do të bëjmë shumë shpejt, do ta përfundojna, që mos ta zgjasim. Në cilat pika e ndjekim ne Muhamedi alayhi salatu wasalam? E para tham moral, e dyta mbutësi dhe falje. Shumë ka fal Muhamedi alayhi salatu wasalam. Çka ka pas haki vet e ka fal. Çka ka pas hakin e vet, gjithmonë e ka fal. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka qenë maja e turpit. Kur e kanë përshkruajtur pejgamberin në turp, kanë thonë ka qenë i turpshëm, vazhdimisht sikur kur hin nusja e re beqare natën e dhëndrisë. Apo nusja e re beqare, apo orrit familje të shëndosh edhe hin natën e dhëndrisë. Çfarë turpi ka? Shumë turp ka. Shumë turp ka. Sahabët e pejgamberit që kanë nga Ebi Said el-Khudri, do të them çështu non stop u kon. Vazhdimisht u kon çështu. Shumë i marrë, shumë i turpshëm. A mund ta paramendosh sa e dojnë njerëzit në njëri që ka shumë i turpshëm? Njerëzit nuk e dojnë arrogantin. Njerëzit nuk e dojnë as ka si skuqet ftyra. Njerëzit e dojnë që njëri të jetë i turpshëm, të jetë i moralshëm, të jetë që domthon që skuqet për të tjerët. Skuqet ka si tjerë. Pejgamberi më kon vazhdimisht çështu. Kur e ka ranu dikush ka dalë, nuk u nuk i ka bë. Ki ka qenë morali Muhamedi alayhi salatu wasalam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam prej moralit të tij ka qenë dhëmshuria e madhe, rahmeti i madh. Dhëmshuria e madhe dhe rahmeti i madh. Derisa njëri prej sahabeve ka pa shumë të lutem sa më ka thënë, e thotë dëgjoj duke thënë, o Zot vllaznit e mi, o Zot vllaznit e mi, o Allah umetin tem, o Allah umetin tem. Çfarë bë kjo? O shlut për tjerët. O shlut për tjerët. Derisa thot Ebu Dherri i thash, ja Rasulullah, tër këtë lutje e bane. Për çka e bane? Thot për umetin tem, që Allah mos t'i ndëshkon. Edhe Allah më ka garantu sa ai që ka zban shirk, Allah nuk ka me ndëshkue. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë i cili e ka majt besën dhe e ka rujt namin e dikujt që ka pas kontakt me ta. E për tyre që ka qenë Khadija. Thot Aisha, më pat hinë vesh që ki emni Khadije, që e dhe nëna Hatije, ajo është Khadije, që e ka pas emrin gruja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot më pat hinë vesh që ki emën, qatë shpesht e përmend të pejgamberin. Hatijja pa ta shku me Hatijën, risha me Hatijën, dola me Hatijën. Tha një dit i thash, po leve e Rasulullah se plaku kona jo. S'ka si Hatijja.
Ja ka rrit shumë namin Khadijës. Pse? Ja ka rrit namin mas I ka vdek. Thot Aisha radiallahu anha, prente kurban pejgamberi alayhis salam, vet e donte mishin, e thonte që ta për shoqën e Hadijës, që tjetër për atë tjetrën shoqe, këta për atë djalin e Haxhës Atina, ja shpërndante familjarëve të Hadijës dhe shoqeve të veta. Pse? Se ka pas gruaje. Dhe ka respektu. Me mësam nuk ja ka humb kur kujna mundin, edhe mas I ka ndrujet. Andaj për mësam ka thonë, prej respektit babës është me ja respektu dostat. Baba ka ndrujet, kalon dosta. Nëse ti ja respekton dostat, apo dostat e moralshëm. Dostat, jo njëri thot, e ka pas baba një komunist shef atje. Jo, ata mos e respektoj hiç. Dost që e ka pas musliman, ka thonë mësam mos ta haje bukën posi devotshmi. Shko respektoja. Mos e haro. Pse? Se ti ja respekton babën tanë, respekton ashtu. Çka thonë njerëzit? Vallahi filan djali s'na ka haru edhe mas I ka tek baba. Pse? Se ja kena pas babën shok. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka qenë maja e modestisë. Pejgamberi ka ardhur hadith se e ka kap dorën çika e vogël Medinë. Ka thonë ashtu, e ka kap dorën, ka thonë, "Hac pak me mua." Dhe ka hec pejgamberi. E ka nal në fëmijë në rrugë, ka thonë, "Ja zolla, nalu pak." O nal pejgamberi me ta pak. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam prej modestisë, që ka qenë kpus të veta I ka ndrejt vet. Delën e ka mjel vet. Ka kuajt e ti, bakri që I ka pas, vet I ka është kujdes për to. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam e ka mjel, domethënë delën me durët e tina. Për shembull, a mund të thash një ministër apo një kryeminist, më thon, "Hajde që tu se na tu prej kurban shoqëron edhe ti." Çka? Çfarë kurbani? Don, këta njerëz kanë me një mallsi apo? Mëson vetë kam pejgamberi Allah. Gjithashtu pejgamberi ka hangur buk me fukara. Derisa ka ardhur çdo shomi, ka hangur buk me njerëz s'ka pas çka me, ka bën një end vogël, ti tre hurma, ka thonë njerëz apo vjen me hang me mua. Po njerin ti kur e thirr, sa më I madh që përgatit apo? Ka ardhur misafir. Ai ka pas një end vogël, ka thonë njerëz apo vjen me hang me mua. U shul pejgamberi ka hang me ta. Ka qenë maja e modestisë. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka hyp bashkë me njerëzin kualt apo ngomar. Ka tradita dera, ka hip me një vend. Nuk ka thonë, "Jo, unë jam pejgamber, zguzoj me hip me ty." Jo. Pejgamberi ka qenë shumë I modest. Gjithashtu pejgamberi ka qenë shumë trim. Dhe nuk dihet trimni në histori si trimnia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk dihet në histori që ka qenë dikush trim sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Aliu radhiyallahu an, gjithmonë kur lufta ashpërsohej, I shkojshmi për mas pejgamberit sa pitutës. Ai zin. Ana një ditë për në luftën e Hunenit, disa sahabe që janë qenë në frontin e parë. Se fronti I parë është shumë I rrezikshëm. Me bëha ata me çupë, shkon këtë shteti, shkon këtë qyteti. Edhe lufta është ashpërsuar shumë, kanë qenë shumë ai fisi Hawazin. Edhe fronti I parë kanë hik. Kanë hik fronti I parë, këtë safe për mas janë shpartalluar. Edhe ka dalë mësëm I pari. Ka thonë, "Ene nebiju la këdhib, ene ibnu Abdul Muttalib." Ka thonë, "Unë jam pejgamber, s'jam të parë rejna, unë jam nipi I Abdul Muttalibit." Thot Aliu, veç aj nuk hikke. Edhe e shtin të devën në safët e armikut. Se nuk e tut, alayhis salam. Pejgamberi nuk e kanë lanë me hinë luft, mu zhit në flakën e luftës që të arrujnë më zvdese. Alayhis salam. Mirë po nuk dihet trimni si trimëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka qenë maja e bujarisë. I vetmi njeri që ka ndru jetë dhe në shpinë e vet sot gjet dinar është Muhamedi alayhis salam. Thot Aisha, vinte Hana, pastaj Hana e nuk u kaltë në shpinë ton jemek me zarmë. Do 3 muaj, se arabët e njefin muajin me Hana e re. 3 muaj se ka kallë shporetin kushtimisht hiq. Që kanë hangër? Se në thata. Pse? Sepse ka qenë modest, kete ka shpërndahe. Dërsa mund të parlamentet e gjërë. Andaj pejgamberi s.a.s. Nuk e ka shfridzu autoritetin e vetë që të hanë. Jo. Dërsa ka mujtë, vallaj, mi bethan, po më hatë që kimish. Këshim pru kitë mishe që egzistojnë matë mirë ati. Mirë po pejgamberi nuk ka qenë I tillë. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka qenë prej atyre njerëzve që nuk ka lakmu këtë dunja. Dhe kjo ka qenë prej argumenteve se kjo është pejgamber. Nuk ka lakmu këtë dunja. Adha një ditë për ditëve, thot Omer Khattabi, e pash pejgamberin s.a.s. I shtrirë në një hasër, cilat thurët edhe bëhet hasër. Mirë po, shumë pak ka pas do trosha të gjetheve të palmave. Shumë e fortë u kanë. Edhe kur aqu pejgamberi s.a.s. I kanë met shenjat,
Kur o fort, tjetë shenja. Kur e stiku i but, apo flen 14 saat. Ai ka në fort, në përësam kur nuk ka flet dyshemet but. Një ditja ka trash pak Aisha, i ka dhënë Aisha, ndroje, banet fort. Nuk ka marrë për këtë dunja. Këta s'mundet me bëhë, pos pejgamberi alayhi salatu wasalam. E thotë në Khatabi, kur e pa që tu janë nisa me kajt. Edhe i thot pejgamberi Omer, pse i tu kajt? I ka thonë pejgamberi, pse i tu kajt Omer? Thot ja Rasulullah, bit e persianëve, e bit e romakëve, luajn me pare, ti pejgamberi Allahut, s'ki ku me flet? I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, Omer, asjeti i knast, ata dunjojën në ahiretin? Shkurt. Në muskaj, ata e kanë këtë dunja. Njani thot, a e di çfarë pallati kish? Po ani do këtë dunja. Ai sit hinën vërr si data azapi deri në ahiret. Në ahiret hin xhenem si data azapi për gjithmonë. Cila më e mirë? E pejgamberi sa më kon zahid. Zahid çdo më thon se do dunjojën. Alayhi salatu wassalam. Tjetra, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka pas bindjen Allahu xhelalu shumë. Se ka pas këtë punë hajgare. Për shembull me dal lut me thon, unë ju thirrën rrugë të Allahu xhelalu apo a ba veç pak të hiki. Ja, s'ka mundësi me hik. O koni pari. Andaj kur ka ardhur momenti i fundit dhe i ka thënë meleku, apo do me nejt, apo do me ardhë në akhirat, ka thënë budu me ardhë në akhirat. Me të arti me thënë meleku i vdekjes, po të banë selam Allahi, i ke bo 65 vjetë, 70 vjetë, po të do me t'i dhënë dhe një 70 tjera. A heziton mi thënë po, apo jo? Kush kishë zitë? Shkru ma më njarë dhe 70 tjera. Apo? E për nësëm, ja dhanë që këtë oferë, ti s'ta japin, mu s'na japin. A ti ja dhanë, apo do me nejtë ala? Tha jo, s'po du me nejtë më këtë një. E cëli për njerëz e vëllezër me këtë gojt plothot, jo, s'po du me këtë një. Po du me shku të Allahu xhelal. Po si njeri cili o pejgamber. E di ku ka me shkuar. E di se shkon te Zoti vetë te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam vëllezër ka qenë model në të folur dhe sabër. S'ka fol me zot trash, s'ka fol me zot të ngritur, nuk ka bërtit alayhi salatu sallam, nuk e ka kthit keqen me të keqe, nuk e ka kthi ofendimin me ofendim, ka qenë njeri i cili ka bë shumë sabër. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam gjatë tërë ditës është pa shumë duke bërë istighfar. O Zot falem, o Zot falem, o Zot falem. Dhe kjo është vetë veçori e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam ka qenë model në agjërim, në namaz, në zeqat, në haxh, dhe këtë këto pejgamberi ka bë ose shumë herë ose pak herë, sigur që ka bë haxh vetëm një herë në jetën e tij. Këtë kjo për çfarë do të që të jetë model, që të jetë model për të tjerët prej muslimanëve. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam është herë, mëngjes herë është quhet. Është quhet çka kanë transmetime kur ka kënduar gjeli. Pse? Se pejgamberi u kon shumë i hershëm. Andaj Ebu Bekr Siddiku e ka marrë emrin Ebu Bekr se është i hershëm. Edhe Allahu ja shokin mat ngat ja ka bën njërin mat shumë që quhet herë. Domethënë nuk e ka fal sabaj 11 të xhims. Jo, pejgamberi ka fal namaz natë, ka flet pak prapë shur mëngjes. Gjithmonë është herë, alayhi salatu wasalam, dhe kjo ka qenë prej traditës së mirë të tina alayhi salatu wasalam, dhe gjithmonë kur ka ra me flet, ka thënë o Allah, rujëm prej zjarrit xhenemit. Rujëm prej zjarrit xhenemit. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë mesatar në të qeshut dhe në të qartë. Nuk ka qesh për kot e kot. Derisa thon sahabët, më e madhja e qeshme u kanë mja pa dhëmbalt. Domthonë nuk ushtrije me kesh shumë, por ka qesh me mesatari alayhi salatu wassalam, dhe kur ka fol alayhi salatu wassalam nuk ka fol për kot e kot. Ose ka vetë dikush, ose ka pasur një nevojë, dhe kur ka fol qartë, prerë edhe e ka përsërit. Për shembull kur ka vetë dikush diçka, ja ka përsërit. Madje ka ardhur se selamin dinare ka dhënë dy herë. Selamu alejkum wa rahmetullah, prapi ka thënë selamu alejkum wa rahmetullah, që helbet apo se keni, apo disa njerëz që pa kush do më u dhon selam, e thu si nërbuz, edhe thu i thash. Nëse s'ka bëu kështu, assalamu alejkum wa rahmetullah, jam tu dash me dhën selam. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi wasallam ka qenë model në tregti. Derisa një ditë prej ditëve ka ardhur njëri ku pejgamberi alaihi wasallam para se mu kon pejgamber ka bë ortakri me pejgamberin sallallahu. Kur ka ardhur njëri në Medinë, apo kanë dashur sahabët mi kallzu kushop pejgamberin sallallahu. Kështu. Edhe ka thonë unë e njoh Muhamedi alaihi wasallam. Ka thonë kusho? Ka thonë me këtë kum pas tregti para se mu kon pejgamber. Apo edhe i ka thonë fe ni'me shirik, sa dosti miru kanë edhe para se mu kon pejgamber. La tudari wa la tumari. Kur si shty, kur s'ke thonë bje ma mu se ma hangre hake,
ku gjithmonë u koni çelësa. Çish po thu, çish tu. Tamam, e lam çish po thu. U koni lehtë kur ka ble, u koni lehtë kur ka shit. Andaj pejgamberi ka qenë model në shitblerje. Çdo shohim më detaj me lein Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë model në tërshmëri. E ka urrejt pa pastërtin, e ka dash pastërtin, i ka nejt gati flokëve të veta, i ka hek thojt në vaktin e vet, i ka nejt gati pastërtijës, e ka urrejt erën e keqe, e ka përdor vazhdimisht larin e dhamëve që mos janin aromën e keqe nga dhambët e tina sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu ka mbetë vetëm një meselë dhe me këta e përfundojna. Pejgamberi alayhi salatu wasalam jo në gjitha veprat ndjekët. E para prej veprave që pejgamberi nuk ndjekët, cilat janë ato? Janë veprat të cilat i ban si njeri, jo si pejgamber. Këtu nuk ndjekët. Nëse e ndjek, nuk do më thonë që ke bo keq, po nuk është sunet i pejgamberit, nuk është tradit me ndjek. Cilat janë ato? Sigur për shembull, si çish oçu, çish ka ra me flet, çish ka hi domodin banjën, kuptimin lëvizjes dorës. Kjo nuk është mirë, po e djathta, e majta, këto janë sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej gjërave të cilat nuk ndjekët në topë pejgamberit, pra nuk ndjekët, nuk është sunet me ndjek, është traditat e popullit vet. Traditat e pejgamberit nuk ndjekët. Për shembull, pejgamberi i ka gjetë arab që i shlojnë flokët e gjata, edhe ai ka shlu flokët e gjata. A është sunet me shlu flokët e gjata? Jo. Pejgamberi ka vesh galibije. Kush akon haxhi ka pa arab veshin galibije. Galibija është sunet i pejgamberit? Jo. Pse nuk është sunet i pejgamberit? Sepse galibija është vepër e popullit vet. S'ka dash mi kundërshtue. Apo mirë, po njëri për shembull thotë, "Shkoj ta veshin një galibije si pejgamberi." Jo, jo. Ai se ka vesh. E ka vesh pse populli vet e ka vesh. Jo pse ka thon vesh nusi une. Jo, alayhi salatu wassalam. A dhe ka pas disa gjëra që pejgamberi sa mi ka bë, në to nuk ndjekët alayhi salatu wassalam. Dhe në cilat vepra nuk ndjekët? Nuk ndjekët veprat të cilat ja ka dhënë Allahu veçori. Si për shembull, mi martu më shumë se 4 gra. Apo mi martu më shumë se 4 gra. Apo me ninue 5 ditë pa iftar. Pejgamberi e ka nis sifirin. Ka ardhur iftari, se ka prish, ka ardhur sifiri, s'ka hangër. Ka ardhur iftari tjetër. 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Sahabët e kanë pa. Ka dash dikush me provu, ka thonë, "Hajt ta bëj dhone." Ose thonë, "Jo. Ta vesh unë e bëj." S'guzon me bë. Se s'ki takat me bë. Domthon, e nisni sifir kur ta bash për shembull, e nis hanën, sifirin, kur të bash iftar xhuman. Shumë. Sta e ka bë pejgamberi. Dhe kjo është prej argumentit pejgamberisë së tina alayhi salatu wasalam. Andaj çdo vepër që e ka bë dhe ka qenë e veçanta e tij, zguxon me ndjek kurkush aty alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është edhe që ne ka përmend dietar. E ku ndjekët në çdo vepër që pejgamberi sa më ka thënë, bëjeni këta, apo e kanë bë para tina dhe ai ka hesht, apo e kanë ndaluar, ajo s'bën më bë. Kjo është rezumeja e vlerave të suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj do ta shohim detaj për detaj si sillej pejgamberi me këtë këto kategori që i përmendëm. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu na mundson me dash pejgamberin ton alaihi salatu wasalam. Na mundson me njoh pejgamberin alaihi salatu wasalam. Na mundson me ndjek në çdo detaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun xhelel wala që Allahu te bareke ve teala na jep takat në këtë ditë të bekuar të Allahu xhelel wala, na i pron Allahu agjërimet tona, i ban Allahu xhelel wala qabul namazet tona, taravit tona, veprat e mira na i shlyen të ligat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.